Arbënar Spahiu ish zyrtar policor i njësisë speciale operative të policisë së Kosovës është ndaluar nga autoritetet serbe në pikën kufitare mes Hungarisë dhe Serbisë, teksa po ktheje me autobus nga Austria në Kosovë së bashku me familjen e tij. Mëngjesin e së dielës Spahiu është ndaluar nga autoritetet serbe dhe pas kësaj ai është dërguar drejt qytetit të Suboticës, ku pritet të merret në pyetje nga prokuroria serbe. Avukati i tij Arjanit Koci theksoi se ish zyrtari policor sot dëshmon nga qendra e ndalimit dhe është dërguar në Suboticë, ku po intervistohet nga prokurori kujdestar i rastit. Sipas avokatit Koci, ani pse Spahiu tash 3 vite nuk është pjesë e policisë së Kosovës dhe jeton në Gjermani, ai shmar në pyetje për rastin Banjska, seanca e së cilës është zhvilluar sot. Ndërsa sot në orën 9 të mëngjesit, ish zyrtari policor është paraqitur përpara gjyqtarit të procedurës paraprake në gjykatën komunale të Kikindës, ku pritet të vendosë nëse do të mbahet në paraburgim apo do të lirohet. Në lidhje me këtë rast, Lajminet ka kontaktuar edhe Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Republikës së Kosovës. Dhe ata përmes një përgjigje zyrtare, pra Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, kanë konfirmuar se zyra ndërlidhëse e Kosovës në Serbi është paraqitur një kërkesë formale tek autoritetet serbe përmes zyrës ndërlidhëse të Serbisë në Kosovë, dhe se qëllimi i kësaj kërkese është konfirmimi i ndalimit, ofrimi i sqarimeve mbi bazën ligjore të tij, si dhe informimi mbi gjendjen dhe vendodhjen e ish zyrtarit policor të njësisë speciale operative të policisë së Kosovës. Për këtë rast ka reaguar edhe ministra në detyrë e punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla. Gjatë fjalës së saj në Kuvendin e Kosovës, ajo tha se janë vënë në dijeni të gjitha misionet diplomatike ndërkombëtare të Kosovës dhe Beograd, duke kërkuar ndihmën dhe ndërmjetësimin e tyre për të zgjidhur situatën. Ajo gjithashtu theksoi se autoritetet kosovare po bëjnë përpjekje që çështja të zgjidhet sa më shpejt, duke shpresuar që ish zyrtari policor të mos mbahet më gjatë se 48 orë. Ministra në detyrë u bëri gjithashtu thirrje të gjithë qytetarëve të Kosovës që të tregojnë kujdes të shtuar gjatë kalimit nëpër territorin e Serbisë. Gjatë viteve të fundit janë shënuar disa raste të ndalimeve të qytetarëve të Kosovës nga autoritetet serbe, kryesisht në pikalimet kufitare ose gjatë udhëtimeve tranzit nëpërmjet territorit të Serbisë. Pikalimet kufitare të Serbisë janë bërë pothuajse ndalesë për shumë kosovar, të cilët më pas janë detyruar të qëndrojnë aty për shumë orë, dikush për disa ditë e me muaj të tërë. Ndalimet e vazhdueshme që po u bën kosovare në arsyetime absurde, po bëjnë edhe me të pasigurt kalimin nëpërmjet shtetin e Serbisë, qoftë edhe vetëm si rrugë lidhëse për në shtetet e tjera. Si shkak i këtyre ndalesave, drejtuesit e institucioneve vazhdimisht bëjnë thirrje që Serbia të shmangët si shtet për të kaluar në të.